Edhe kështu që aty ka qenë inspirimi I parë, edhe prej asoj prove kam shku në shtëpi, drejt edhe I kom thonë babës, du me bleni klarinet. Klarinet. Një klarinet. Edhe baba tha, shtrejtbe, një. E dyta, tha, nuk mund është ati me fry se tu I po klarinetistat tjerë në atë kone, kam qenë fëmi, dhe më në 13 vjeqarë. Edhe tha, ti s'murës babësa me mushat me frymë. Edhe ku njësë duhet koza kompresor, ha? Edhe pse nuk është ashtu, dhe më thonë klarineti ka teknik, do të me ditë që shme fry, se nuk është me dhonë frymë shumë. Edhe unë thash, keq që shke, unë thash, vetëm klarinet edhe kur gjatë tjetër. Edhe ma bleti, Edhe ta bleu, ja di për nderë. Ta realizuj. Edhe na im do të ndërhyq të pak, klarinetin e parë ta ka pru Destan Kryeziu, edhe ta ka pru jo me në kufer, po me një nailon. Bile edhe nailonin të tregoj që ka shkru, Fax Helizim. Fax Helizim! Ai Fax që na mund bëjë Bravo, për shto po t'i ceki se I kemri edhe ti atko. Edhe unë atër edhe punojsha në Qirak me një vend. Qirak I bjen Shqip në Zonës. Qka ke punu Qirak? Gurgdhens. A Gurgdhens? Gurgdhens ka qenë beq, apo? Ti për skulptor? Po, Gurgdhens, ama Qirak, tash të lasmi kështu, adi veç të shku me vjellë zanotin. Po, mirë. Edhe unë e bisha herët në oral 9, me flejt, se u qojsha në oral 6. Se u duke mu që herët. Ai kur ja ka pru klarinetin këtina, që të du me e cekë, se është edhe unë në gjumë u tërqetha që tojnë, adi që ja ka bo mornicat në hava, këtë festivalit. Edhe peni, ganimet më I krenaria jonë. Ishte hit. Po, atëherë. Atëherë, në atë ko, penini za, unë në kumra në dhomën tjetër, për në gjumë, edhe im sheke kjo edhin. Daj, dam. Edhe frimën janë të gjesha, se si të gjedin teknika, për herë të parë, prej në fill në klarinet. Daj. Thash, kusho të I ra. Nuk ma mërke menja se është kjo, a koptonë, më thonë, e jam që u pejtë gjumit kërbe këshiren këtë të I ra. Edhe do më thonë prej aty mo... Qka I the vetës, merë edhe ti qatë bakalbe se nuk... Mashallah, e bësh me shnet. I këm pasra unë e barkut në vend të rabukit. Në klasë 4 fillore, sidomos një verë, e pa ta mytë barkun të I ra, ta ne I hoqa dorë, thash nuk kukna. Nuk më bëja, a lëndove na I bobrek ajo. A lëndove na I bobrek ajo. Të I ra. Po I nështë ma vonë është. Po me këndu. Ja fillut, e keni kështu trashëgimi, a ka këndu dikush? Na e kem pos bobën... Shahir, pak, po jo këngëtori... Jo I njoftëm, po I ka ro stilis. A I ka ro stilis? Po, me stili ka qenë... Do më thonë, ka diqka, pedigrej ka? Dojt të bobës I kem pos valtort njoftën në atë kodë më tonë. Zonën e Karadakut. Kërë pjesa ju e Karadakut edhe valzojnë, po kur të gjithë. Kemi edhe Kusherinin edhe, do më në Kusherit që jënë konë folklorista, Ahmeti është një pe atyjnë Ahmet Mehmeti, këngëtar edhe Aiknon. Do në kemi një tradit pak. E kemi pak kështu tradit. Jo rastësisht krejtja fillut me këndu. Po pastaj, kush ju tha që po kënoni mirë? Kush ju murë qafë kështu? Jo, nas si këngëtar, kur kemi fillu karierën, tamam këngëtare kemi pas Seladin Miftari në Klapa Salufshi. Edhe përshëndes shumë, edhe çdo herë në atë darsma të kishmi në Preshev zgjatëshin shumë gjatë darsma deri në 6, në mëngjes deri në 5, apo kupton kështu do. Pak nuk gjele s'ka me shku të shtëpia. Ty motor. A dinë muzikë shumë edhe normal që u lodhke ndonjë raj, e tash unë kemi qenë çdo herë për cjellës. Zoni 2, në terc, ose oj të ka Kosovë, na përzyti, u deshke me grupi. Qa theki aj, unë e kë. Edhe mirë, po ju dhe orkestrë. Po, si defist, ky si klarnetist, ka një mikrofon. A si defist, shumë më vonë kalove në gjez, Në gjez 90-ën. A 90-ën? 90-ën. Qa po të? Jo, 86-ën na kina bo muzikë, do më thonë në motel Kaloja në Kaçanik, kur kemi fillu me bo kështu muzikë, mu punësu faktikisht në atë motelin, kemi bo muzikë, aty nuk pranëshin me def, kur shkum me def faktikisht beqa. Edhe a I tha, shka është kjo, tha def, këtu do të me pos bubnja, po më rësh. Mu një fort ajo? Po, edhe beqa I murë një farë bubnja, edhe që aty filloj. Ama defin e mojke nga që tu, kur si shi sigur në ato I hemer këtë dekë. Apo kupton se një bësha bashkë... Femija Dujaka ka qenë këngëtare e Gjakovës,
Se haroj kur, do mënë që ka knu në atë ko, për në atë ko ka qenë e njoftën e mirë, këntore e mirë. Bile, leta duar trokasim, ja kemi për me emrin. Përshëndes se kemi ende kontakt për një telefon. A keni kontakt? Kemi ende kontakt me fëmijën, do më thonë, kjo ka qenë edhe prej Salushit, edhe prej fëmijë Dujakut, na kanë me që tradita dhe kemi mësu shumë kongë, do më thonë. E kina mësu prej atë. Po, kjo ka qenë ajo motivi që na nuk i nahimi nërgë si kongë, adi, do më thonë, kongë darsmave lirike që i banëm na prej vitit 90. Me gjitha të vjen albumi parë, dhe albumi parë ishte një bum me vete. Edhe si zëra, pastaj ishte shumë e bukur ajo, ta që vërtet vlëzërit, jo se s'kishte vlëzër më heret, po në këtë formë të... Stili, kongë. Stili, po forma, absolutisht, besa edhe ritmi, atë nëse me një ritëm më të shprehur brenda dhe një të kënduar të veçantë të bukur, vërtet, tashi punë që ja u kishë dhonë zoti, apo këtën dhe... Edhe që kemi punu edhe na. Po, kogja shtirë me orë të ajo, po, albumin e parë e keni titullu, gjithësi cilat kanë qenë albumin e parë? Vetëm të të dua, rrugës me gurë, freda shni, zetave shmindilin, ja habibe, Bashin ma ke karshi. Bashin moj ma ke karshi, kështu që kanë qenë ato hitet e para. Ama hite, si hit ka qenë rrugës me gurë, edhe karshi, e ma ban me ishare, oni me djen thot të di, ashtu zemra me gërget, ashtu zemra me gërget. Në vetëmi jam betur, jam duke u tretur, halin kush s'ma dika, a shpirti ku mrika. Sa modest jam, nejtë nga kartonin, s'mujta mo, poshte kësa. E ka për natë parat. Bravos. Unë e velora. Më pas vjen një gjare. Po, albumi dytë. Albumi dytë është një gjarja. Unë në 2 albumet e para kam qenë vetë baterist, bubnjar. Ta më thonë, prej albumit 3 që ishe do në shëqnia, e bëm atë bashkë dhe, do më thonë, një reformë në muzikë, është total diçka, do më thonë që sot e kësaj dite flitet për ato kongë, apo këtonë. Si orkestrimi, si ngjyra e zoni, soundi i krejti albumi, do më thonë, ka qenë pite që shëdon shëqënia, po hiti pavdekshëm u bon një gjarja. Një gjarja erdhi një diçka që edhe sot e kësaj dite, nuk shpëtojmë dasëm, po e harrum na e kujtojnë të tjerët. Na e dini këtë gjë. Një gjare, kama një cigare, cigarja s'pom pijet, ty kam randa shnije. Një gjare, kama një cigare, cigarja s'pom pijet, ty kam randa shnije. Një titujt kongve ju, na knej për ja kërsosim. Bani qka done? Kështu që kujdes me tituj. Po në realitet edhe kështu ishte. Edhe pastaj qyshe donë shoqëria që... Qyshe donë shoqënia, flamit kallë shpia. Qyshe donë shoqënia, flamit kallë shpia. Këndoj mi shpandan, valzoj me sevdan. Këndoj mi shpandan, valzoj me sevdan. Unë besoj që e dini, besoj që edhe keni qenë e